Politika ka uruar 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë shteti i pavarur. Edhe nga Kosova nuk munguan urimet, kryeministri në detyrë Albin Kurti, duke ju rikthyer ngjarjeve historike, bëri thirrje për një nëntor të tretë, i cili sipas tij duhet të vijë përmes përpjekjeve punës dhe përkushtimit të përbashkët ndrejt të ardhmes së kombit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, përveç urimit solli në vëmendje 4 ngjarje historike që e shënojnë 28 nëntorin, dita e flamurit e pavarësisë së Shqipërisë, e lindjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljes së parë publike të UÇK-s, janë 4 ngjarje që përbëjnë boshtin e krenarisë tonë kombëtare, tha Osmani. Urime kanë ardhur dhe nga partnerët ndërkombëtar. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio vlerësoi partneritetin e fortë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dua të uroj popullin e Shqipërisë, ndërsa festoni ditën e pavarësisë. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë, të ndërtuar mbi një angazhim të përbashkët për një të ardhme më të sigurt dhe më të begat, thotë Rubio. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë përcolli urimet e tij. Gëzuar 28 nëntorin, Shqipëri gëzuar ditën e pavarësisë. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ju uron festa të gëzuara.